Trekëndshi i famshëm, mbulimi një rycy, janë vetëm disa prej elementeve të shoqërisë sekrete me qëllime satanike apo djalltore. Illuminati rrjet prej fjalës latine që ka domethënien e diçkaje të ndriçuar. Krijuar disa shekuj më parë nga njerëz shumë të fuqishëm dhe shumë të pasur, tani më pjesë e saj janë një numër i madh këngëtarëve, aktorëve e politikanëve në mbar botën. Kohëve të fundit këto shenja po i hasim edhe në videoklipet e këngëtarëve tanë. Çfarë do të thotë kjo? A kemi arritur që edhe ne shqiptarët të jemi pjesë e Illuminatit? Për më shumë detaje ndjekim materialin në vazhdim. Industria mediatike ka përfshirë botën. Personazhet që shfaqen në televizion mund të thuhet që janë të parritshëm për shumë kë. Ndikimi i tyre tek fansat është mjaft i madh, duke përfshirë stilin e flokëve, të veshurit apo ndonjëherë edhe jetën që ata bëjnë. Të marrim shembull nga industria e showbizit botror. Kemi këngëtarë të ndryshëm që eksperimentojnë me dukjen dhe këngën, për shembull Rihanna. Një ndër këngëtarët më me ndikim anë mba globit është ajo që po krijon revolucion në modë. Stili i saj laik ka bërë që të ndryshohet edhe trendi gjithandej ku klipet dhe këngët e saj janë prezente. Beyoncé, apo ndryshe e njohur si diva, është ajo që për shumë kohë mbetet shembull i dukjes dhe i paraqitjes. Reper të ndryshëm si Jay-Z, Kanye West, Eminem apo The Diddy janë ata që për meshkujt e kohës së sotme janë shembull i veshjes së një mashkulli tipik reper. Ndikimi me anë të profesionit të tyre ka arritur të pushtojë pothuajse zemrat e secilit që adhurojnë punën e tyre. Mirëpo fama e arritur është e varur nga dikush. Illuminati është emri që më së shpeshti dëgjojmë kohës së fundit nga të famshmit anë mban. Të jesh pjesë e kësaj organizate të fuqishme e me ndikim të parritshëm, duhet të jesh i veçantë e të dhurosh për ta të gjitha që i ke, duke përfshirë edhe shpirtin. Të paktën, kështu është thënë sipas përfaqësuesve të kësaj organizate. I sold my soul to the devil. So I sold my soul to the devil. Illuminati është një nga elementet më kryesore të masonëve dhe lëvizjeve të tjera me karakter okult. Çdo antar i lëvizjes masone kërkon respekt dhe fuqi mendore nga qendra ku ai është pjesëmarrës, dhe kjo gjë i premtohet në fillimet e hyrjes në këtë shoqëri sekrete. Sa më lart ngjitet në hierarkinë e lëvizjes, aq më shumë pushtet ai merr. Kjo rritje në grada brenda organizatës mundsohet vetëm atëherë nëse jeni duke drejtuar jetën tuaj brenda vijes së caktuar nga pushtetarët e organizatës. Objektivi apo synimi i kësaj shoqërie është të sundoj botën me termin rendi i ri botror. Pra masonët ose Ancient and Illuminated Sirs of Bavaria u bë e njohur nga të gjithë me një emër, Illuminati. Simboli i tyre kryesor, që bën të njohur këtë shoqëri për ne, është piramida, në kokën e së cilës gjendet syri, i njohur si syri gjithçka pamës. Jemi mësuar në klipet, koncertet, shfaqjet, eventet, filmat dhe gjithçka tjetër të shohim simbolit të kësaj organizate të bërë nga idhujt e shumëkujt. Rihanna, Madonna, Jay-Z, Katy Perry, Britney Spears, Angelina Jolie, Brad Pitt janë vetëm disa nga fytyrat më të famshme botrore që përmes ndikimit të famës së tyre tek njerëzit kanë synim të shfaqin këtë religion okult tek adhuruesit, e nuk janë të paktë ata që ndjekin hapat e tyre. I kthehemi showbizit vendor, apo të famshmëve tanë. Në klipet e shumë prej këngëtarëve tanë kemi parë shenjat e kësaj organizate. Një të faqe këngëve, po nuk janë ashtu. Dishka devil,
Illuminati. Mas pari unë kisha pas dëshirë njerëz që nuk i din çka është Illuminati, mas pari mi hi edhe me lexu historinë e Illuminatit mas pari. Jo, nuk janë ato tripa në klipin tem. Unë e përcjellën e mesazh, në thonë mesazhet caktuar. Nuk kam asnjë koment lidhje me këtë pyetje. Tuna, a mendoj se dikush për estradës tonë është pjesë e Illuminatit? Nuk kam asnjë koment edhe për këtë pyetje. Shkëm të pyetja e radhës. Absolutisht jo, se nuk e di as çka është, edhe mendoj që gjithë kjo Illuminati që po i ndëgjoj edhe fëmijët e vogël të e diskutu është një shaka e madhe. Mu më duken këtë falsa ato senes, sa i përket asaj nuk ka të bëj kur gjë me mu, as s'ka me pas të bëj as në të ardhmen as absolutisht. A e din ata se për çfarë bëhet fjalë? A janë pjesë e tyre? Apo është ndikimi i yjeve botërore me trendet e krijuara nga ata edhe tek ne? If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. Nisemi nga klipet e fundit. Elvana Gjata me këngën Fake ka elementet e kësaj organizate brenda prezantimit të këngës. I hedhim një sy dhe shohim Elvanën brenda një dhome, ku mbi kokën e saj janë të vendosur drita me formë trekëndshi. Ndërsa pas kësaj skene, shohim prap këngëtaren e cila me kokën e saj është e vendosur brenda trekëndshit. Kjo nuk është e vetmja paraqitje e këngëtares me këto simbole. Ngjashmëria e klipit të saj, Gjaku Em, me filmin 300 është mjaft e madhe. E ky film, nga mendjet ndërkombëtare, është cilësuar si filmi me më së shumti mesazhe masonike. Elvana nuk është e vetmja, po t'y hym kësaj rruge dalin edhe të tjerët. Altuna Sidio, Tuna, vërej qartë tendenca për të qenë pjesë e kësaj shoqërie në klipin e fundit i asaj. Ida ime e fundit me klipin e asaj ishte një dëshmi që publiku ka nevojë për ndryshime, edhe guximi gjithmonë kushton, sakrifica gjithmonë është pjesë e kësaj edhe mendoj që duhet të bëhet diçka për të lëviz standardet në showbizin tonë. Nora Istrefi, këngëtare që së fundmi realizoi klipin e këngës Big Love në bashkëpunim me Vic Papa nga grupi Chaos, nuk i shpëtoi gjesteve, që në fillim vërejmë Norën të buluar nga trekëndsha shkëlqyes, duke u përcjellur edhe me disa skena tjera ku është i shkruar emri këngëtares shkronjë për shkronjë brenda piramidave të bardha. E provuam shumë herë që të kemi kontakt në lidhje me këtë temë, mirëpo ishte e pamundur. Gëtar Selimi, reperi i labelit Baba Stars, tek klipi i fundit i realizuar solo, është parë duke bërë trekëndshën me duar brenda syrit ngjashëm me reperët botror. Gjithashtu në sekuencat e tjera, brenda klipit këngëtari bën me dorë numrat 6, 6, 6, apo e njohur ndryshe numri i djallit. Unë kam pa plot shtraja që mundohen me bo Illuminati, po se di mu, bilion në fakt e kam që s'po du me zbulu një këngë të re që e kam që e përmenin që thonë s'qëm Illuminati, mund është me më thirë Gjongari, a vërdin nuk ka të bëj me Illuminati, nuk s'kam të lidhje me Illuminati, absolutisht. Në mesin e shumë yjeve shqiptar nuk bën të lëm Ana Rita Orën, e cila është pjesë e kompanisë Rock Nation, të menaxhuar nga Jay-Z, apo e njohur si kryesuesi i organizatës Illuminati në botën e showbizit. Këngëtarja shqiptare në klipet e saj ka gjithmonë shenja të kësaj shoqërie. Piramida e bërë me duar, apo stolit me syrin gjithçkapamës nuk janë asnjëherë larg shfaqjes së këngëtares. Dafina Ziqiri, tek klipi i këngës Ti po m'pëlqen në bashkëpunim me Ledri Vula, vërehet ndryshimi në dukje dhe paraqitjet të dyja palëve. Aty vërehet qartë paraqitja kopaskoshme e syrit të Dafinës dhe të Ledrit, që në showbizin ndërkombëtar bëhet me qëllim të dhënies së mesazhit masonik në lidhje me syrin gjithçkapamës. Nuk e paramendu tash të menoj klipin veç. Genta Ismaili, këngëtarja që për vallëzimin e saj është përfolur shumë, nuk i lën anash gjatë koreografisë edhe shenjat për të cilat po flasim. Panteri Zi prezanton fuqinë, sepse këndon për Panterin e Zi. Panteri Zi prezanton fuqi. Si do që të jetë, juve ju mbetet të gjykoni të mendoni, janë apo nuk janë Illuminati? Din apo nuk din burimin dhe kuptimin e këtyre lëvizjeve? Apo është thjesht ndikimi i yjeve botror në yjet tanë? Dëshira për të qenë në shumicën e rasteve siç janë ata, shtyn edhe deri tek këto lëvizje.